Dhe jam gjyshe në nipave dhe mesave. Me mburje të madhe, e tha, edhe knaqem kur e tha me kur e përmendi. Nëna është zemra e familjes dhe forca e heshtur që mban botën në këmbë. Dashuria e saj nuk matet me fjalë, por me sakrifica dhe përkushtim të pafund. E mu në ditën e gruas kemi përzgjedhur një personazh shumë unik, një zonjë e cila ka kaluar shumë çka. Përmes kutisë së linjës së jetës, do të kuptojmë se kush është ajo dhe se çka ka sakrifikuar për këtë jetë. E shohim bashkë. Unë jam Suzana Hajdari, jam nan e 4 fëmijëve, 2 vajzave dhe 2 djemve, dhe jam gjyshe në nipave dhe mesave. Me mburje të madhe, e tha, edhe knaqem kur e tha me kur e përmendi. Kështu që kom punu deri në penzion në komunën e Prishtinës, derisa kom dalë në penzion, kom punu edhe para luftës, derisa na kanë dërbu për e punë, edhe kështu. Jetoj në Prishtinë, e lindu në Prishtinë. Ne sot do ta zhvillojmë bisedën jo në mënyrë të zakonshme me pyetje dhe përgjigje, sepse përpara e kemi edhe një kuti. Kjo është kutia e jetës për Suzanën, profesor, kutia e nostalgjisë. Tregon fillimisht sa do herë që mendon jetën e juaj. Çka mendon Suzana, nëse kthehesh në vite, në nostalgji, të ka ato momentet e kujtimeve të vjetra, nostalgjia për familjen, për jetën e dikurshme? Po, padyshim që nostalgjinë e ka çdo kush, e kam edhe unë. Shumë çka kisha ndryshu, po mendoj në vitet e mahershme të mia. Çka kisha ndryshu? Kisha ndryshu me shkollim, mas pari. Kisha me synu me arrit maksimumin, për ndryshe për tjerat, krejt në rregull janë. E hapim edhe zbulojmë çka ka brenda kutisë edhe po fillojmë dal nga dal.